pasaporta shqiptare BE-s do të na çliroj. Do të na çliroj një herë mirë nga pesha e diskriminimit si qytetar të dorës dytë këtu në mes të Europës dhe do të na bëj qytetar të barabartë. Pas 12 vitesh në pushtet, kryeministri Edi Rama e ka vendosur sërish integrimin në Bashkimin Evropian në qendër të fushatës për një mandat të 4. Ai premtoi pasaportën europiane për shqiptarët duke kërkuar votën për Partinë Socialiste më 11 maj. Kundërshtarët e tij politike akuzojnë se po përdor këtë çështje për të mbuluar skandalet dhe dështimet qeveritare. Edi Rama publikoi një postë me numrin 5 që simbolizon renditjen e Partisë Socialiste në fletën e votimit, duke e lidhur drejt për drejt këtë zgjedhje me të ardhmen europiane të Shqipërisë. Sipas Edi Ramës, vetëm qeverisja e tij mund ta përmbyllë negociatat me Bashkimin Evropian deri në vitin 2027. Megjithatë, procesi i antarësimit është kompleks dhe varet nga përmbushja e kritereve të vendosura nga Bruseli, jo nga fushatat elektorale. Opozita dhe ekspertët konsiderojnë këtë strategji si një mjet propagandistik. Deputetja demokrate Jorita Tabaku kritikoi përdorimin e integrimit për përfitime politike duke theksuar se ky proces nuk ka përparuar realisht në 12 vite. Ndodhet në fazën ende fillestare të negociatave dhe afati 2027 për pasaportën europiane është jo reale. Nga ana tjetër, Arlind Qori, Lëvizja Bashkë, e quan Ramën kryeministër pa ide që kërkon të fshehë korrupsionin dhe mungesën e reformave përmes këtij premtimi. Eksperti Ervis Iliazaj nënvizoi se Rama po e përdor momentin gjeopolitik për të paraqitur integrimin si meri personale, megjithse më parë e ka kritikuar Bashkimin Evropian kur vendimet nuk ishin në favor të Shqipërisë.